Presidentja Vjosa Osmani ka nxjerrë dekretin për shpërndarje të Kuvendit të Kosovës. Në një konferencë për media të mbajtur mëngjesin e sotëm, Osmani ka njoftuar se gjatë ditës do të takohet me përfaqësuesit e partive politike për të caktuar datën e zgjedhjeve. Osmani ka theksuar se kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme, mirëpo sipas saj, përfaqësuesit nuk zgjodhen interesin e popullit. Presidentja i ka konsideruar njerëz me qëllime të rrezikshme ata që e sollën këtë situatë. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet, por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Deputetët kanë pasur në dispozicion 23 ditë për ta kryer këtë detyrë kushtetuese. Ata vendosën të mos e bëjnë këtë. Fakti që Kuvendi ka zgjedhur të mos i shfrytëzojë ditët nuk e ndryshon kushtetutën tonë dhe nuk e zhbën detyrën time që ta shpërndaj këtë kuvend i cili dështoi, ka theksuar Osmani. Ajo ka shtuar se pret që dekreti të kontestohet edhe në gjykatën kushtetuese, së cilës i ka kërkuar urgjencë në trajtimin e rastit. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se sot do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për dekretin e presidentes Vjosa Osmani që të shpërndahet Kuvendi. Në një konferencë për media, 2 deputetet e LVV-s Arbërie Nagavci dhe Adnan Rustemi kanë dhënë argumentet e tyre se pse dekreti i Osmanit është jo kushtetues. Nagavci ka theksuar se Vetëvendosje ka bërë çfarë ka pasur në dorë për të shmangur edhe një palë zgjedhje, ndërkaq deputeti Rustemi ka thënë se presidentja nuk e lejoi që të rrjedhë afati 60 ditor, i cili sipas tij parashihet në rast se nuk përfundohet seanca e nisur për zgjedhjen e presidentit. Për shkak të veprimit të sotëm të Osmanit, sipas Vetëvendosjes, është në rrezik shqyrtimi i marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë rreth 100 milion euro projekte. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese, Enver Hasani, e ka konsideruar si jo kushtetues dekretin e presidentës Vjosa Osmani për shpërndarje të Kuvendit. Sipas profesorit Hasani, vendimi i sotëm i presidentës Osmani trondit themelet e rendit kushtetues. Hasani ka argumentuar se pas nisjes së procedurave për zgjedhjen e presidentit të Republikës ka nisur rrjedhja e afatit 60 ditor. Andaj ai e sheh të nevojshme që gjykata urgjentisht të vendos masën e përkohshme për të penguar, siç thekson ai, erozionin e mëtejmë të rendit kushtetues. Prandaj ish-kryetari i gjykatës kushtetuese thotë se dështimi i të enjtës mbrëma për zgjedhjen e presidentit nuk e dërgon vendin automatikisht në zgjedhje të reja. Avokati që ka përfaqësuar Partinë Demokratike të Kosovës në shumë prej rasteve të kontestuara në gjykatën kushtetuese, Faton Fetahu, ka vlerësuar se është fakti pakontestueshëm se ka dështuar zgjedhja e presidentit brenda afatit prej më së voni 30 ditëve para përfundimit të mandatit të presidentes aktuale. Po ashtu, sipas Fetahut, është fakti pakontestueshëm se afati 60 ditor për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e presidentit, sipas nenit 82, ka filluar të rrjedhë nga data 5 janar dhe ka përfunduar dje me 5 mars 2026. Presidenti nuk është zgjedhur dhe përpasoi në mënyrë automatike, vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Prandaj dekreti i presidentës për shpërndarjen e Kuvendit si rezultat i dështimit për ta zgjedhur presidentin sipas afateve të mësipërme është plotësisht kushtetues, ka theksuar Fetahu. Prandaj, sipas tij, zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditësh nga shpallja e tyre. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka deklaruar se e mbështet dhe e mirëpret dekretin dhe qëndrimin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Ai theksoi se dështimi politik dhe tendencat për imponim dhe improvizim nuk mund të prodhojnë debate artificiale apo zvarritje procedurale që do ta shndronin vendin në një shtet pa norma dhe rregulla. Abdigjiku shtoi se zgjedhjet nuk kishin kurrë alternativa e preferuar e partisë së tij. Izraeli ka njoftuar për një fazë të re të luftës me Iranin, ndërsa SBA-ja paralajmëroi se sulmet do të rritën ndjeshëm.
Gjatë natës, sulmet izraelite goditën kryeqytetin iranian Teheran. Shefi i shtabit. Ndërkohë, presidenti i SBA-s Donald Trump përjashtoi mundësinë e dërgimit të trupave në Iran, duke e quajtur këtë humbje kohe, por la të kuptohet se do të dëshironte largimin e strukturës udhëheqëse të Iranit.